një diçka që ju thëmë shoqënisë, familjarëve dhe dasmorëve, si klient që shkoj, ju thëmë kur me spritni, nëse doni me bo darësë, me prit në zarfa, shumë me vërtet, se kesh kuptohet. Ki mu djek, edhe nëse thirë dikon për zarfa ma mirë me qëllim që me qëllim që ka më të pru. Ti i ka thirë një person, i ka thirë për pare. Që po isha realisht si pare, po shumë e vërtet. Asë njoni nuk e kom thirë për më marrë në zarfa. Asë edhe një, edhe më ftesa u kone cek në kjo pjesë. Dhurata mama dhe Julia ka qenë prezenca ju. Që kjo është verzioni italiantit që shku basma janë. Ty të karo me pa shumë, e dim që je muzikant më prej disa, sa dekada janë bo? E kem rrit dekadën e parë më duket? E ka kalu. Një gjys. Po, një gjys. Do me thonë ma shumë se rrët 15 vjarë. Ta shkure shete, normale, mira s'ka fond, po mundosh me arrit atë drejtem. Qka të më të peng, që mas i kam baru të kujtu, që së ke bo? E që e ke po në na event tjetër, ku ishe për muzikë? Jam shumë i lumëtun që një vjetë ma tepër, jo marrë me organizimin e dasmës, që qitë fjallë me ta thonë që nuk ka pas asë një detaj që nuk ka pas. Shumë interesant. Kur jam dalën punë, më kanë thonë do kolegë pëse se ki marrë x personin ose x ato. Komente di me dhonë. E kum dit edhe që kanë më konë ato pytja edhe e kum dit pëse nuk e kum marrë të dasën. Edhe ku ja kum thonë arsyen, për shemë pëse nuk kum marrë qëto se e kum pas qitë pjesën tjetër. Ke pas një përgjigje? E kum pas përgjigjen se provoja që e përmene, gati një dekade gjysë, vetëm në evente, kuptohet. E më ka bo që une për një vjetë ma tepër mi marrë shenim në gjdo darësëm që jem konë. Letrën atë. E në të si kun shkru, shkam ka pëlqen darësëm. Si ato ma tjeshta, si ato medium, si ato haj që kanë investu shumë që nuk ja kanë ditë si gajë. Edhe për që ata i ko marrë gjitha ato shkam kanë pëlqen, gjitha ato shkë i kanë pëlqen ke letës, edhe i kena bo bashk, edhe i kena realizu në 100% sukses në darësëm ato. Që ato që jem konë. Dikush më të thonë një shumë sanës ka pas, dikush mundu me thonë po ka pas. Më interesant Aulant me ditë për zgjedhja muzikës. Unë e komendu që kanë me qenë 2-3 yje të Gjakovës pa diskutim, po jo Zeni dhe Edi dhe kush ishte tjetër që u bashkan gjetë. Unë komendu që ka me qenë Zeni, Ylka dhe Kaq. Që shka shku për zgjedhja e këngëtarëve, e patet vështirë, besaj se po? E kum pas të vështirë, një që e kum pas të vështirë kamerën, një që e kum pas të vështirë fistonat, një që e kum pas të vështirë edhe restaurant. Se një herë martohet edhe fatin kushtë normale. Po, në që ata jem mënu që mi zgjell ato që ma ka dalë zemra, edhe Edi Ermeni mi ka plëcu të gjithë ato kriteret që une dhe familje e me kina pas dëshirë. Të një artist. Të gjithë të tjerët që ju i përmendat, ata kanë qenë në darësëm. Kanë qenë si mësafir, edhe jënë knaq me atmosferën, edhe bile disa edhe kanë përmend që moti s'kina kalu që ka që mirë, jo në si rolin kryesor, si part i dasrës, për thjesht i na si mësafir dhe që s'kanë hezituar dhe mikrofonin me kap. I kemi pas shumë rrjete sociale, video që janë shpërndarë, që do me thonë atmosfera ka qenë shumë e mirë. E kjo ka qenë një prej dhurata me mas shumë që ka dorë dikush me ndërru, sidomos prej VIP-ve të estradës, ata më kanë bojë jashtëzakonisht lumtur që kanë qenë prezent, edhe nuk i ka interesu kush është këngëtar apo ku restoran apo detaje tjera. Okej. Mos t'inglon që t'kemi thirë veç për dasëm, se t'i kje dhe shumë gjana tjera të bukra tjetës. Kalojmë tash të pjesa e projekteve. Je një konsejsh dhe profesor në Prenk Jakova në Gjakovë. Qush përshkon atje puna edhe so ka dalim do shta prej vitit në këtë vetë, apo ja dim vlerën muzikës me shkollë, do thëja onë? So i përket qytetit Gjakovës, unë jem profesor në 3 shkolla aktualisht, në 3 vende, në 3 qytete, një Gjakovë, një Rahovec dhe një Prishtinë, po gjithsesht pasi jemi në Gjakovë, po flasë për Gjakovën, çdo vete ma tepër ka kërkesa një rritje, në krahasim me disa qytete tjera që interesimi po shkon e po bie,
Pse menon që bjan interesime për me shku në shkollë muzike? Në Prishtinë është një prej faktorëve është që fëmia shumë ndikohet prej shokut, shoqës, edhe në momentin që largohet prej shkollës muzikës, gjithsesi po folim, menjëherë i thot prindit avonë po do më largu. Ose një shoqë u shku në pikturë për ka dëshirë më shku në pikturë me lon piano ose edhe ndikohet prej saj. Këtu në Gjakov jemi ma familiarizuar me zveti, edhe familja zakonisht nuk i le fëmijët për një çdo dëshirë ditore që e kanë një realizu çdo ditë.